Me këtë pastrimi që po bëjnë kështu, që të vjen ujë që kështu janë të bllokuara komplet. Ka një vjet u pastruan përsëri, po prap ferrat e kanë zënë dhe kallema, bin çdo lloj gjëje këtu. Prandaj është e detyrueshme që të bëhet pastrimi, që të vjen ujë në fund ku marrin të tjerë se nuk vete ujë, pengohet nga kallema, nga ferra, nga pirra, çdo lloj, domethënë me urina që kanë hedhur njerëzit brenda, edhe prandaj detyrohen pastruar që të vejnë ujë në vendin e caktuar. Bashkia e Luçës megjithatë ka marrë vendimin që të bëhen pastrimi i kanalit Vaditës. Në çdo vend që të vaditet ujë. Uji nuk ka munguar, uji ka vazhduar gjithmonë në këtë kanal që jam unë të afër. Vazhdon uji, ka vazhduar tërë beharin. Po tani ka pengesën nga ferrat. Tani pastrohet dhe ujë vend që njerëzit nuk janë penguar, domethënë kanë vaditur.